Detajet e reja janë zbuluar mbi ngjarjen dhe mënyrën se si policia e Gjirokastrës arriti të identifikojë autorin e dyshuar të vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në Tepelen. Sipas hetimeve, Kamber Sulçaj po udhtonte me makinën e tij drejt stanit që kishte në pronësi, jo shumë larg vendit ku ndodhi ngjarja. Në rrugë ai është ndeshur me automjetin ku ndodhej Gazmend Braçi së bashku me disa miq. Për shkak të dritave të gjata të ndezura mes tyre ka shpërthyer një debat i ashpër verbal, i shoqëruar me fyerje dhe sharje. Pas përplasjes, Gazmend Braçi është nisur drejt banesës së tij në Salari, por Sulçaj dyshohet se e ka ndjekur pas. Makina e Braçit është prishur dhe ai ka telefonuar babain e Qerem Braçi që të shkonte ta ndihmonte. Ky i fundit është nisur me 2 makina drejt vendit, në një prej të cilave ndodhej edhe biznesmeni Sarki. Sapo kanë mbërritur në drejtim të tyre është qelluar me armë zjarri. Një prej plumbave ka goditur italianin, i cili pak më vonë ka humbur jetën për shkak të gjakderdhjes së madhe. Sulçaj ka vijuar të qellojë për disa minuta duke mos lejuar që personat të largoheshin, ndërsa më pas ka fshehur makinën në një zonë të pyllëzuar. Policia mori në pyetje 2 dëshmitar, të cilët në atë moment po kalonin me motor. Ata pohuan se kishin dëgjuar konfliktin dhe të shtënat me armë, por për shkak të errësirës nuk arritën t'i dallonin personat. Ata kanë mundur të identifikonin makinën e autorit, një mjet i bardhë me karrocerisë dhe targën. Ekspertiza mjekoligjore tregoi se Sarki u godit nga një plumb të shpues në pjesën e sipërme të kofshës. Fillimisht aty është tentuar të jepet ndihma e parë duke i lidhur plagën, por humbja e madhe e gjakut çoi në vdekjen e biznesmenit. Sipas ekspertëve, autori kishte përdorur një armë gjahu me vjaska me dylbi nate, të ngjashme me ato që përdoren për gjuhë e tij. Arma e krimit nuk është gjetur ende, por pranë vendit ku fsheh makina e Sulçajt, policia ka gjetur dylbi që dyshohet se i përkisnin armës së përdorur. Po ashtu është sekuestruar një armë gjahu me leje me dylbi nate në emër të Kamber Sulçaj që përputhet me tipin e armës së krimit. Autori vijon të jetë në kërkim, ndërkohë banorët të zonës thanë se Kamber Sulçaj njihet si një person problematik dhe që kishte probleme me alkoolin.